Western Balkan University, në bashkëpunim me Shoqatën Shqiptare të Periodontologjisë dhe Implantologjisë, solli në Tiranë konferencën ndërkombëtare të periodontologjisë dhe implantologjisë IPCI 2026, duke bërë bashk akademik, klinicist, studiues, profesionist të shëndetit oral dhe ekspert ndërkombëtar. Profesor Dr. Ferdinand Gjana, rektori Western Balkan University, u shpreh se organizimi i ICPI 2026 dëshmon rolin në rritje të universitetit në zhvillimin e edukimit dhe kërkimin shkencor në fushën e shkencave dentare. Universiteti Western Balkan si universitet i gjeneratës së katërt, që në ditën e parë të tij ka synuar të jetë një universitet dinamik i cili bashkon tregun, industrinë me akademinë. Profesoreshe asociuar doktoresh Brunilda Gashi Cenkoglu, dekane e Fakultetit të Mjekësisë Dentare në Western Balkan University, theksoi rëndësinë shkencore dhe profesionale të konferencës. Konferenca synon të afrojë të paktën praktikën klinike me evidencën shkencore. Profesoreshe asociuar doktoresh Silvana Bara, dekane e Fakultetit të Mjekësisë Dentare në Universitetin e Mjekësisë Tiranë, vlerësoi rëndësinë e edukimit të vazhdueshëm profesional. ICPI 2026 është një mundësi e vlefshme për të diskutuar praktikat më të mira dhe për të rritur standardet e kujdesit ndaj pacientit. Profesor Dr. Gil Alcoforado nga University of Lisbon në Portugali, një prej lektorëve kryesor të konferencës, theksoi rëndësinë e bashkëpunimit ndërkombëtar. Bashkëpunimi me Western Balkans University është një mundësi e rëndësishme për të mbështetur shkëmbimin akademik dhe zhvillimin profesional në rajon. Për Western Balkan University, organizimi i kësaj konference përfaqëson një hap të rëndësishëm në konsolidimin e rolit të universitetit si qendër akademike dhe shkencore në fushën e shkencave dentare, jo vetëm në Shqipëri, por edhe në rajon. Konferenca ndërkombëtare 2 ditore vijon edhe të shtunën në ambientet e Western Balkan University.